Ju përshëndesi gjithëve, mirë se vini në Newsline. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Do ta nisim këtë transmetim me një lajm të minutave të fundit. Policia po kryen kontrolle në një lokal në Tiranë përballë me Fakultetin e Histori Filologjisë dhe më pas pritet dhe ndërhyrja e mjeteve të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për shembjen e tij. Lokali është në pronësi të dy vëllezërve të ndaluar si autor të vrasjes së biznesmenit Eduard Reçi, ngjarje ndodhur një vit më parë. Për të marrë më shumë detaje, unë do të jem drejt për drejt me Bleona Sari. Bleona, të përshëndes, çfarë po ndodh në këtë momente në këtë lokal dhe cilat janë informacionet që kemi? Të përshëndeset dhe unë, prej disa minutash në fakt ne jemi vendosur pranë rrugës Elbasanit në këtu në kryeqytet, ku është një lokal i cili është objektivi radhës nga IMT-ja për të shkatruar për shkak se mbi 600 metër tokë është zaptuar prej shumë kohësh dhe përdorej si lokal, ndonse kishte pak kohë në fakt që kishte mbyllur dhe nuk ofronte më shërbim. Sipas informacioneve tona në fakt, lokali i është nështruar edhe një kontroll të detajuar nga ana efektive të policisë, saktësisht ka qenë një grup i gatshëm nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit në bashkëpunim dhe me forcat shqiponja që kanë ushtruar kontrollin pasi kishte dyshime që mund të kishte sende të paligjshme dhe më tej do të jenë edhe fadromat e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit këtu në kryeqytet, të cilat do të bëjnë shembjen e këtij objekti. Me ndihmën edhe të operatorit do të shohim edhe planet në fakt, aty ku duket që ka forca të shumta të policisë, është saktësisht komisariati numër 1 i cili ka ardhur për të mbështetur këtë aksion. Janë forcat shqiponja që kanë rrethuar të gjithë godinën, por gjithashtu policia bashkiake dhe patjetër edhe inspektorët e IMT-s, të cilët presin tashmë që në përfundim edhe të kontrollit të detajuar nga policia të mund të bëjnë ndërhyrjen e tyre. Sa takon edhe këtij lokali në fakt Rvena, ajo që do duhet të shtojmë është që lokali nuk ka një pronar të zakonshëm, le të themi, janë dy vëllezër të cilët janë arrestuar në nëntorin e vitit kaluar pasi ekzekutuan me armë zjarri biznesmenin Eduard Reçi, një konflikt i cili aso kohë u raportua se ka ndodhur për motive pronësie. Ndërkohë që sot ky lokal i nënshtrohet, le të themi, përveç se një kontroll të detajuar nga ana e policisë së shtetit, edhe një, le të themi, kontrolli tjetër nga IMT-ja, e cila në përfundim të kontrollit nga policia do ta shem këtë objekt i cili ka zënë të paktën 600 metër hapësirë publike. Prej kohësh tashmë IMT-ja në fakt IMT-s nuk i ka shpëtuar asnjë prej bizneseve që ka zaptuar nga toka e qytetarëve, ajo që duhet shfrytzuar, le të themi, nga qytetarët e zonës dhe banorët e zonës, por gjithashtu kemi të bëjmë dhe me një zonë të frekuentuar, patjetër ka lëvizje dhe ngarkesë dhe trafiku. Kjo është nisja numër 2, e cila në fakt ne kemi raportuar së bashku, nuk ka pasur problematika se takon edhe heqjes së objekteve të cilat mund të kenë zaptuar tokat apo hapësirat publike, por ky është një rast specifik për shkak edhe tash të pronarëve, të cilët janë të dytë arrestuar. Njëri prej tyre, kujtojmë, ka qenë oficer policie pranë komisariatit numër 2, i cili edhe ekzekutoi biznesmenin Eduard Reçi, po në këtë zonë, në fakt vetëm pak metra tutje, u ekzekutua biznesmeni Eduard Reçi, një ngjarje e cila u zbart në atë kohë në kohë rekord nga policia dhe u dyshua se motivi ishte një pronë, pra ndërtimet në kryeqytet. Ndërkohë që sot presim që ky lokal të shkatërrohet dhe hapësira publike t'u kthehet qytetarëve. Bleona, janë të rastësishme dy aksionet e ndërmarra ditën e sotme, pra e para për kontrollin e sendeve të paligjshme të dyshuara, më pas edhe prishja për ndërtim pa leje, apo janë struktura që kanë lajmëruar njëra tjetrën? Patjetër janë struktura që kanë bashkëpunuar me njëra tjetrën në Rvena. Në fakt, siç thash edhe pak më herët, prej disa kohësh lokali nuk ofronte më shërbim. Brenda lokalit në fakt ishte edhe një automjet i cili nuk dihet ende se në pronësi kujt është, por patjetër duke pasur parasysh faktin që lokali ishte në pronësi të vëllezërve Duka, dy prej tyre të arrestuar, patjetër do duhej që të kishte një kontroll të imtësishëm. Ka pasur disa dyshime nga ana e policisë se edhe në kohën që ka ndodhur ngjarja në nëntorin e vitit kaluar, saktësisht 24 nëntor, kur dhe janë arrestuar të dy vëllezërit, mund të kishte dyshime të forta nga ana e policisë se mund të kishte ndonjë send të paligjshëm që mund të ishte fshehur nga ata në lokalin edhe ku sot është rënë, pra i është nështruar një kontrolli, por patjetër ka pasur një bashkëpunim nga ana edhe e policisë së shtetit për kontrollin e detajuar
krijuar edhe nga ana tjetër edhe të IMT-s, e cila do të veprojë menjëherë pasi të mbyllet ky kontroll dhe të shohim se do të gjenden apo jo sende të palishme. Edhe do të lirohet edhe hapësira për mbi 600 metër tokë, pra e cila ishte shpërcaktuar si hapësirë publike. Faleminderit Blona Cari për raportimin. Brukseli vlerëson hapat e Shqipërisë në rrugën e antarësimit evropian. Komisionerja Marta Kos tha se Shqipëria ka ecur me një shpejtësi mbreslënëse në rrugën e integrimit dhe se duhet të vazhdoj me këtë ritëm reformash. Kryeministri Edi Rama e qua në ritëm rekord hapjen e 5 grup kapitujve në 11 muaj. Shqipëria udhë sot një hap më pranë antarësimit në Bashkimin Evropian. Në Bruksel u mbajt konferenca e 6 ndërqeveritare në cilën u hapën negociatat për grup kapitullin e agjendës së gjelbër. Shqipëria është më pranë Bashkimit Evropian. I shoqëruar nga komisionerja për zgjerimin Marta Kos, kryeministri Edi Rama, në shenjë simbolike vendosi mbi tabelën e murit të zgjerimit piketat e reja që dëshmojnë hapjen e grup kapitullit, agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme, të cilat e çojnë në 28 numrin e kapitujve të hapur për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në konferencën për shtyp që pasoi, komisionerja Kos e konsideroi rekord hapjen e 5 grup kapitujve të negociatave në vetëm 11 muaj, ndërsa rikonfirmoi ambicien për mbylljen e tyre brenda 2027-s. Shpejtësia e Shqipërisë është mbreslënëse. Ky rezultat është rrjedhë e punës së madhe të autoriteteve shqiptare që kanë çuar përpara reformat përgjatë shumë viteve dhe sidomos gjatë këtij viti, pavarësisht të zgjedhjeve që janë zhvilluar. Ne dimë që reformat që ju kërkojmë kandidatëve tanë ndonjëherë nuk janë të lehta, kërkojmë ndryshime thelbësore, por vendi juaj i dashur kryeministër po tregon që mund të bëhet. Shqipëria po tregon që ndryshimi pozitiv është i mundur dhe se Bashkimi Evropian e shpërblen këtë ndryshim pozitiv. Ndërsa ministria e jashtme daneze Marie Bjerre, që mbante presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, vlerësoi reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare me në krye atë në drejtësi. Shqipëria ka bërë përpjekje të forta përgjatë viteve të fundit me reformën e drejtësisë, luftën kundër korrupsionit dhe me harmonizimin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka treguar qartësisht se shet të ardhmen e saj në Evropë. Në emër të qeverisë shqiptare, Edi Rama u angazhua për përmbushjen e reformave të ndërmarra, jo vetëm për antarësimin, por për t'u sjellë qytetarëve Europën në Shqipëri, e për këtë tha se puna nisi nga riformatimi i kabinetit qeveritar. Përmes Bashkimit Evropian ne mund të marrim të gjithë dijen për të ndërtuar institucionet, për të ndërtuar shtetin që jep e ofron për qytetarët e vet, përtej individualiteteve apo personaliteteve të tyre, dhe kjo është e jashtëzakonshme. Për ta bërë këtë, Bashkimi Evropian të jep mjetet për të rishpikur veten si vend dhe për të rishpikur veten si shtet. Sfida jonë është të rishpikim veten deri në fund dhe kjo është arsyeja pse e përmenda që tashmë kemi një ministri më vete vetëm për mjedisin në një ekip që është rritur gjatë detyrës. Kos bëri thirrje për konsensus politik për hir të integrimit, ndërsa kryeministri Edi Rama tha se vetmja rrugë për shqiptarët është Bashkimi Evropian. Vazhdoni kështu me këtë ritëm, duke u siguruar që të përfshini edhe parlamentin, shoqërinë civile, sektorin privat, sepse një konsensus i gjerë kombëtar përmirëson pranimin shoqëror më tej, sidomos për fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia në gjyqësor dhe lufta kundër korrupsionit, e drejta e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias që përmbushin piketat e ndërmjetshme. Ne dim që ka sfida, e dim që duhen bërë shumë përpjekje, por e dim edhe që nuk ka asnjë rrugë tjetër. Më së fundmi kjo është hera e parë për ne në histori që zgjedhim lirisht me kë duam të martohemi. Jemi martuar me detyrim me perandori të tjera në të shkuarën, kështu që kjo është një perandori pjesës së cilës duam të jemi, një perandori vlerash, të drejtash, një perandori sigurie e sigurimi, ku më së fundmi qytetarët tanë do të sigurohen që të drejtat dhe liritë e tyre nuk do të merren nga askush që vjen më pas. Grup kapitulli Agjenda e gjelbërt dhe ndërlidhja e qëndrueshme përfshin fusha kyçe si tranzicioni i gjelbërt, mbrojtja e mjedisit, energjia e pastër, ndërlidhja e qëndrueshme e transportit, të cilat janë në qendër të marrëveshjes së gjelbërt europiane dhe prioriteteve strategjike të Bashkimit Evropian. Më pas mbetet vetëm grup kapitulli për burimet, bujqësinë dhe kohezionin, i cili do të përmbyllte të gjithë fazën teknike, duke hapur kështu të gjithë grup kapitujt e antarësimit.
Tek punimet e konferencës së 6 ndërqeveritare do të ndalemi në këto momente, me mua në një komunikim të drejtë për drejtë do të jetë zoti Emilio Çika. Ju përshëndet zoti Çika, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Ditë shumë e rëndësishme sot, sa i takon të gjitha lajmeve shumë të mira që vinë nga Brukseli për Shqipërinë, në rrugën që ajo ka nisur drejt integrimit në Bashkimin Evropian, si pat të gjitha mesazhet dhe patjetër hapjen e këtyre grup kapitujve të tjerë. Shikoni, është shumë pozitive, vërtet, ashtu siç edhe ju e paraqitët, që jemi tashmë në një fazë ku Shqipëria po përmbush të gjitha ato që janë detyrimet e saj kundrejt Bashkimit Evropian, kundrejt negociatave, hapjes vazhdueshme, do thoshja unë, madje do përsëritesh aty ke thënë që është një kohë shumë e shpejtë në të cilën gjithë ose pjesa më e madhe grup kapitujve po hapen. Madje do thoshja që edhe grup kapitulli për të cilin tashmë është hapur është një nga më të rëndësishmit dhe në aspektin teknik do thoshja është shumë i rëndësishëm, duke patur parasysh që jo vetëm Bashkimi Evropian, jo vetëm Europa, por pjesa më e mirë e botës po shkron drejt asaj që është transformimi i gjelbërt me politika shumë të rëndësishme të gjelbërt apo jo vetëm të ato, por edhe politikat blu, të cilat kanë të bëjnë me kujdesin në radhë të parë atë asaj që është natyra dhe asaj që është biodiversiteti dhe shumë të tjera. Por do thoshja ky kapitull së bashku me atë ose ky grup kapitull së bashku me atë që pason të bujqësisë, do thoshja që janë më të rëndësishmit edhe për vendin ton dhe duke patur parasysh edhe natyrën dhe ekonominë e vendit ton. Dhe akoma më tej janë të rëndësishme edhe në aspektin teknik për të përmbushur, duke patur në mendje atë që Bashkimi Evropian apo rëndësia që jep Bashkimi Evropian këtyre politikave dhe presionin do thoshja unë apo edhe kujdesin që do ketë më shumë për hapjen apo edhe mbikëqyrjen e vazhdimësisë së punës të Shqipërisë për këto grup kapituj. Megjithatë, duhet thënë edhe diçka tjetër. Është shumë e rëndësishme, ashtu siç e paraqitët edhe ju, që hapen në një kohë rekord grup kapituj për të shqyrtuar nga Bashkimi Evropian, pra të punohen nga Shqipëria reformat e caktuara të cilat kryen dhe më pas për të shqyrtuar nga institucionet e Bashkimit Evropian. Po aq e rëndësishme sa është hapja, më e rëndësishme do thoshja unë që është mbyllja e diskutimit për grup kapitujt, që është në një fazë të dytë për Shqipërinë dhe që do nevojitet një përpjekje shumë më serioze, shumë më e fortë, shumë më teknike dhe nga ana tjetër duhet patur dhe do lutesha që të kishte apo të vazhdonte ajo që nga Bashkimi Evropian është mbështetja e vazhdueshme që ka patur dhe vazhdon të ketë kundrejt Shqipërisë në të njëjtën formë dhe në të njëjtën do thoshja unë intensitet për të shfrytëzuar atë që është momentumi politik kundrejt Shqipërisë. Nëse do shohim, është një momentum i cili na veçon edhe nga vendet e tjera të rajonit, po ecim me një hap jashtëzakonisht shumë të shpejtë dhe fatmirësisht për arsye qoftë brendshme, qoftë të momentumit ndërkombëtar, jemi në një pozicion ku Shqipëria ka atë që është favori apo kthimi i vëmendjes nga Bashkimi Evropian për të përmbushur ato që janë detyrimet dhe për të arritur atë që është objektivi së pari 2027 dhe më pas nëse ka shkon mirë brenda 2029-30 të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Zoti Çika, ne patjetër do ta prekim të gjithë rrugën që na pret përpara, po duke patur fokus tek grup kapitujt që hapen sot edhe në vijim, duke risjellën vëmendje të shikuesve edhe datën 2 tetor, kur thoni se janë grup kapitujt më të rëndësishëm, keni parasysh se janë edhe më sfiduesit? Shikoni, janë të rëndësishëm sepse lidhen drejt për së drejti me ato që janë interesat e vendit, me ekonominë e vendit, siç ju thash, dhe me profilizimin e vendit. E para, kjo e dyta janë të rëndësishëm sepse edhe vetë Bashkimi Evropian i jep një rëndësi të veçantë atyre që janë politikave bujqësore apo edhe politikave të gjelbërta apo edhe blu, siç ju thash edhe më përpara. Nëse do shohim ato që është interesi apo ato që është vëmendja
zgjidhja e Bashkimit Evropian jo vetëm kundrejt Shqipërisë, por kundrejt vendeve në të cilat janë anëtare të Bashkimit Evropian, do shohim që ato që janë procedurat apo të cilat apo edhe politikat e kuotizimeve të cilat lidhen me produktet bujqësore i kanë një rëndësi të veçantë nga institucionet e Bashkimit Evropian kundrejt vendeve qoftë anëtare, qoftë edhe atyre që janë kandidate. Madje duhet patur shumë kujdes pikërisht në këto grup kapituj apo do thoshja edhe në grup kapitullin tjetër, për arsye sepse këto janë edhe do thoshja janë politika të Bashkimit Evropian të cilat marrin subvencione të larta, pra Bashkimi Evropian subvencionon vendet apo edhe vetë prodhuesit vendas, duke alokuar shumë të konsiderueshme. Shpeshherë në vendet që janë anëtare të Bashkimit Evropian kemi patur procese të cilat do thoshja nga vendet të caktuara ka patur shfrytëzime apo e ka patur edhe korrupsion kundrejt atyre që janë subvencione të Bashkimit Evropian. Në rasti i Greqisë do thoshja unë një skandal që është i fundit që ka shpërthyer në Greqi para disa muajsh është pikërisht për atë që ishin politikat apo subvencionet e Bashkimit Evropian kundrejt blegtorëve dhe bujqësve vendas, të cilat nëpërmjet skemave të ndryshme kishin arritur të merrnin subvencione të cilat nuk i takoheshin dhe i takonin. Dhe pikërisht për këtë Bashkimi Evropian po ndërmerr një reformë edhe në brenda vetvetes apo edhe kontrolle të tepërta apo të tepërta në kuptimin të shtuara kundrejt vendeve qoftë anëtare, qoftë atyre në proces integrimi për të kontrolluar apo për të qenë sa më rigoroz kundrejt këtyre politikave dhe subvencioneve të cilat bën kundrejt shteteve. Dua që të ndalemi së bashku në përfundim të bisedës, edhe tek mesazhet shumë të rëndësishme të dhënë nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe kam parasysh edhe fjalën e Marta Kos, me nota shumë pozitive edhe për të gjithë ecurinë që ka patur Shqipëria, një tjetër konfirmim edhe në këtë konferencë të 6 të qeveritare, cili është parashikimi që keni ju? Shikoni, i gjithë ky proces, në fund të fundit, përveç asaj që është integrimi në Bashkimin Evropian, pra atë që është objektivi fundor i Shqipërisë, ka një të mirë shumë të madhe. I gjithë ky proces shon atë që është reformimin e shtetit shqiptar në këndvështrimin e reformave të thella të cilat ndërmerr. Pra, nëpërmjet procesit të hapjes dhe të përmbushjes së grup kapitujve dhe kapitujve të veçantë, Shqipëria po ndërmerr atë që është ndoshta reforma më e madhe apo reformat më të mëdha që kanë ndërmarrë në historinë e shtetit shqiptar. Kjo sigurisht si pjesë e procesit që është e detyruar për të përmbushur kundrejt kërkesave specifike të Bashkimit Evropian. Pra, një e mirë e madhe Shqipërisë po i ndodh me atë që është reformat e vazhdueshme, të cilat por ndërmerr për të përmbushur ato që janë detyrimet kundrejt grup kapitujve. E dyta, duhet thënë që mesazhet politike të cilat vijnë nga Brukseli apo edhe nga shtetet të mëdhetme të Bashkimit Evropian janë shumë pozitive. Kjo vjen për arsye të do thoshja unë të momentumit politik në të rësi, por edhe të asaj që shihet si serioziteti i shtetit shqiptar për të përmbushur kërkesat dhe për të ecur me një ritëm do thoshja unë të vlerësueshëm nga të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian. Dëgjojmë nga gjitha gojët zyrtare të Bashkimit Evropian që Shqipëria po ndërmerr procese të cilat janë shumë të rëndësishme si në aspektin politik, si në aspektin teknik dhe administrativ, apo edhe të politikave të veçanta, gjë që është mjaft pozitive. Thjesht ajo që ngelet për më pas është mbyllja, siç u thash edhe më përpara, jo vetëm hapja, se hapja është një proces, kemi dhe mbylljen, që është po aq e rëndësishme, në mos më e rëndësishme në këtë këndvështrim, gjë që besoj se do ketë një hap apo do jetë një hap jashtëzakonisht shumë pozitiv në vazhdimsi. Tani, nëse do më pyesni apo nëse pyetja juaj është në aspektin kohor se kur do jemi pjesë e Bashkimit Evropian, ajo që është e rëndësishme ose më e rëndësishmja është që ne të përmbushim ato që janë detyrimet e shtetit shqiptar,
në këndvështrimin e përmbushjes së reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe nëse e gjithë kjo përmbushet sa më shpejt, sigurisht që edhe Bashkimi Evropian, nëse do jemi në momentumin politik, dhe kur them dhe e theksoj këtë në momentumin politik ku Bashkimi Evropian nuk do ketë më dyshje në ato që janë politikat e zgjerimit, atëherë do kemi një fat të madh që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian brenda fateve kohore të cilat janë përcaktuar. E them këtë sepse vullneti politik i Bashkimit Evropian, qoftë si institucion, qoftë i vendeve të mëdhenme të Bashkimit Evropian, është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm, si ato që janë detyrimet e Shqipërisë, po që janë të më rëndësishme nga njëra anë, po më rëndësishme nga ana tjetër, do thoshja që është vullneti politik për zgjerimin i Bashkimit Evropian dhe vendeve të Bashkimit Evropian. Imagjinoni nëse do ishim në një fazë apo në një moment tjetër ku shtetet të caktuara për arsye të interesave të tyre të brendshme, të politikave apo presioneve të tyre të brendshme, të ishin kundërshtarë të procesit të zgjerimit dhe mjafton ashtu siç edhe ju e dini, mjafton edhe një shet i vetëm nëse do jetë në kundërshti, atëherë procesi mund të bllokohet apo mund të shtyhet në kohë, gjë që sell në pah ato që janë edhe balancat e brishta brenda Bashkimit Evropian apo interesave politike edhe të vetë shteteve brenda Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë zoti Çika. Faleminderit që ishit me ne në këtë komunikim të drejtë. Në këto momente në punimet e seancës plenare është kreu i grupit parlamentar socialista Uland Balla që po diskuton për ndryshimet në strukturën e kuvendit. Që e dini pse nuk jeni dakord. Nuk jeni dakord, ju s'keni punë fare me këtë çështje. Ju s'jeni dakord që kshu ju është thënë mos me qenë dakord. Por ne kemi përgjegjësi. Jemi votuar, e tha kolegu im, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, zoti Klosi, e tha shumë qartë, ne jemi votuar për këtë agjendë. Kemi marrë një mandat që ta mbyllim në 2029 antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për pasojë, Shqipëria në Bashkimin Evropian ka nevojë për një kuvend që e përqas agjendën e vet të punës me kapitujt e marrëveshjes së antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj, na duhet që sot të votojmë të gjitha ato komisione për të cilat kemi sjellë si propozim, Kuvendi i Shqipërisë ta organizojë punën e vet në 11 komisione, Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe Mbrojtjen, Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet, Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale, Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm, Komisioni për Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik, Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural, Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe më në fund, Komisioni të ketë punë vet diasporën, Komisioni për Europën dhe punë të jashtme, Komisioni për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale. Tani dëgjova pafund. Keni shkrirë Komisionin e Integrimit? Nuk e kemi shkrirë Komisionin e Integrimit. Përkundrazi. Sot e 20 vite më parë, në këtë sallë kemi pasur një rregull,
Po ta mbaroj, se ti e fundit që flet për integrimin duhet jesh ti, po çështje tjetër. Do kemi kohë të flasim. Kemi pasur një nen të rregullore, një turp i madh, që thoshte që kur je antar i Komisionit të Integrimit nuk quhesh antar, mund të jesh ku dush edhe vend tjetër. Do me thënë që është i komision i dorës dytë që edhe je dhe s'je. Ndërkohë që do shkrihet ai nen sot, do shkrihet. Do ta shkrim atë nenin sot. Dhe ne po i japim, është pika 3 nenit 19, helbet edhe do mësoni. Dhe është shumë e qartë që ne jo po e shkrim. Po e ngrem në nivelin më të lartë që ky komision ka që nga 2005 kur ngrit për herë të parë. Janari 2005 ka qenë propozimi i deputetit Ilir Zela. Aso kohë. Dhe me qenë se e thoni dorës dytë, jam edhe deputeti më i gjatë i këtij komisioni në të këto 20 vite. Me i ndërprerje të shkurtër 2 vite, 2023, 2024, 2025. Dhe këtij komisioni tani do t'i japim peshën që takon. Partia Socialiste e Shqipërisë, Europën dhe punët e jashtme i shef bashkë. Ju ndoshta këto dyja i shihni veç. Sepse edhe fushata e fundit tregoi që ne kishim 2 qasje të kundërta. Ne kishim një qasje ku Europën e kishim në qendër të vëmendjes tonë dhe të objektivit tonë. Ju Europën nuk e përmendet, madje edhe diskutimet e sotme treguat që ne kemi pritshmëri të ndryshme. Pritshmëritë e kësaj sallës ose kësaj pjesë së sallës ashtu që i mbyllim negociatat brenda 2029, edhe Marta Kos, edhe Ursula von der Leyen, edhe Antonio Costa mendojnë si ne. Madje edhe një mik i vyer si Manfred Weber mendon si ne. Kryetari, presidenti i grupit i PPs, ju mendoni ndryshe. Tani ti s'ishe këtu në mars të 2025-s, ti s'ishe këtu. Ne u a tham çdo thoni ju. Edhe ju kështu do thoni edhe në shtator të 2029-s. Një lloj nuk ndryshoni ju. Dhe pastaj fajin ua kemi ne. Prandaj zoti kryetari i kuvendit në respekt edhe të rregullores kuvendit, edhe të praktikës së konsoliduar të këtij kuvendi sa i përket vendimeve, rregulloria është një vendim i rëndësishëm, ndër më të rëndësishmit, por është kompetencë e plot e sallës kuvendit për të vendosur. Ftoj në respekt sa rregullore të kalojmë në votim në mënyrë që t'i hapim rrugë konstituimit të plot të organeve të kuvendit. Faleminderit gjithëve, na vaf mbar dhe herë. Do që drejt dhe fjallon e kreut të grupit parlamentar Socialista Auland Balla, ku vjon në fakt diskutimet për drejtimin e komisioneve parlamentare, në ndalemi me një shkëputje, rikthehemi pas pak. Jemi sërish së bashku, ndalemi tani me të tjera zhvillime. Shoqata e gjykatësve ka treguar sot se drejtësia e re është më shumë një dështim se sa sukses lidhur me çështjen e pavarësisë. Ata kanë sulmuar rashpër kryeministrin Rama për kritikat që i bëri një gjykatë si dje, duke bashkuar zërin me prokurorin e shkarkuar Arjan Doja për lidhje me krimin. Por po dje Sali Berisha sulmoi egërsisht kolegen e tyre Irena Gjoka dhe gjykatësit Heshton. Heshtja duket se ka lidhje me një çështje të shëmtuar, gjykatësin kërkuan sërish një rritje page disa muaj më parë që u kundërshtua nga qeveria. Mos bëni si bëj unë, bëni si them unë. Sali Berisha e ka arritur fitoren e parë ndaj drejtësisë së re. Shoqata e gjyqtarëve të Shqipërisë reagoi me urgjencë ndaj kritikave të fundit të kryeministrit Edi Rama për gjyqtarin administratives Marko Boshku. Shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë konstaton e revoltuar se sërish kreu i ekzekutivit shqiptar në një mënyrë tërësisht të paprecedente, të papranueshme, ka sulmuar një tjetër gjyqtar të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, zotin Marko Boshku. Shoqata u garanton të gjithë gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë se ajo nuk do të tolerojë asnjë veprim, shfaqje apo koment fyese poshtërues të kryer nga funksionarë të lartë shtetëror, të kujdo pushteti që ata t'i përkasin. Por në të njëjtën ditë, jo nga rrjetet sociale, por nga dyert e SPAK dhe në ndritën e shumë kamerave dhe ekraneve,
Berisha sulmojnë gjyqtare, disa shkallë më lartë se gjyqtari administratives. Lidhet edhe me Irenën me 5 mbiemra, me si motrën e tij siameze. Dhe nuk normorën asnjë veprim, ndonëse ai dokumenti ishte i mjaftueshëm që brenda 3 javë KLP-ja famoze ta nxjerrte nga detyra dhe ta çonte për ndjekje penale Irenën me 5 mbiemra. Por si ka mundësi që shoqata e gjyqtarëve reagon për një gjyqtar të thjesht e jo për një gjyqtare drejtësisë së re? Presioni i doktorit me sa duket funksionon. Gjyqtarët para tij heshtin, kurse para Ramës ngrejnë zërin. Kjo shoqat aktualisht drejtohet nga gjyqtari i apelit gjykatës posaçme, Engert Pëllumbi, ose më sakt, kolegu i Irena e Gjokës. 9 muaj më para i riktheu Berishës masën e detyrimit paraqitjes, madje u sulmua ashpër nga idhtarët e doktorit edhe për pamjen e tij fizike. Kurse gjyqtari Boshku është i katërti që kritikohet nga Rama për vendimet e tij, por me sa duket gjyqtarëve i ka ngelu hratri, diku tjetër, me qeverin. Në qershor, nëpërmjet një tjetër shoqate, gjyqtarët kërkuan rritje pagash për gjyqtarët në gjykatën kushtetuese, një kërkesë që u kritikua e kundërshtua publikisht nga kryeministri Edi Rama, dhe në një kohë ku Rama mbështet drejtësinë e re, Berisha në kampin e tij mbledh vetëm të vjetrit, si Gjingjoni apo Arjan Doja. Ky i dyti, një ish prokuror në Durrës i shkarkuar nga vettingu për lidhjet faktuara kriminale, i doli të në mbrojtje e gjyqtarit të kritikuar nga Rama. Në asnjë vend të botës nuk gjykohen gjyqtarët dhe as prokurorët për vendimet që ata japin, por për shkaqet dhe arsyet që i çuan ata që t'japin këtë vendim. Ndoja është ish prokurori të cilin Rama e ka etiketuar si KÇK, para atentatit ndaj tij në mbikalimin e Shkozetit në vitin 2021, por në kohën kur kryeministri e kritikonte, doktori çuditërisht heshte dhe jo rastësisht 4 vite më pas e bëri dhe deputet. Megjithatë, është e qartë se Rama ka mbetur i vetëm në kritikat e tij për drejtësinë, sidomos atë të vjetër, sepse me sa duket aty janë bërë bashk gjyqtarët dhe doktori kundër qeverisë dhe drejtësisë së re. Përballë Erion Veliajt me gjykatën nis më 29 shtator. Në këtë datë, gjyqtari i seancës paraprake Levadeta do të vendosë nëse dosja do të kalojë për gjykim. Kryebashkiaku i Tiranës shkon në gjykatë me 5 akuzat krinitura nga SPAK, korrupsion, pastrim parash, fshehje të ardhurash, përdorim detyre dhe futje sendeve të paligjshme në burg. Disa ditë më parë, kryeministri paralajmëroi shkarkimin e tij dhe zgjedhje të reja në Tiranë, ku socialistët do të kandidojnë me Ugerta Manastir Lion. Një shtetas shqiptar u vra në Toronto të Kanadas, 43 vjeçari Paulin Harusha u gjeti ekzekutuar me armë në makinë. Autorët janë larguar me makinë para mbërritjes policisë, ndërsa motivet e krimit janë ende të paqarta. Një 43 vjeçar shqiptar nga Shkodra, i identifikuar si Paulin Harusha, është vrarë me armëzjarri në qytetin e Torontos në Kanada. Ngjarja e rëndë ka ndodhur para mesnatës të së shtunës, por identifikimi i viktimës dhe publikimi i ngjarjes u bë nga policia kanadeze këtë të martë. Viktima, babai 2 fëmijëve, u gjeti pa jetë në një automjet pranë Victoria Park Avenue, afër një qendre tregtare. Pavarësisht përpjekjes së stafit mjekësor që arriti në vendngjarje për ta ndihmuar, 43 vjeçari nuk ja doli të mbijetoj plagëve dhe nderoi jetë në vendngjarje. Sipas hetimeve të deritanishme, autoritetet kanadeze thonë se autorët e krimit u larguan me një makinë tip Forestrat nga vendngjarja vetëm pak minuta përpara se të mbërrinte policia. Inspektori i policisë së Torontos ka deklaruar se motivet e ngjarjes së rëndë janë ende një mister, ndërkohë që kërkimet për arrestimin e autorëve vijojnë. Policia kanadeze ka kërkuar që kushdo që ka informacion mbi ngjarjen të kontaktojë në mënyrë të menjëhershme me autoritetet. Shkojmë në parlament, në këtë moment apo kryet edhe votimi për ndryshimet në komisionet parlamentare. Biodiversitetin, infrastrukturën, industrinë dhe telekomunikacionin, rregullimin e territorit, tregtinë dhe mbrojtjen e mjedisit dhe çështjet për zhvillimin e qëndrueshëm. Komisioni për të drejtat e njeriut dhe midhat e informimit publik, çështjet në fushën e drejtave dhe lirive themelore të njeriut, çështjet lidhur me veprimtarinë e mediave audiovizive dhe informimit dhe çështjet për garantimin e lidhjes së shprehjes. Komisioni për bujqësinë, ushqimin dhe zhvillimin rural, çështjet e bujqësisë, mjekëtorisë dhe peshkimit, çështjet e zhvillimit rural, çështjet e kontrollit dhe garantimit të sigurisë ushqimore, monitorimin e zbatimit të politikave në fushën e bujqësisë dhe të sigurisë ushqimore. Komisioni për kulturën, turizmin dhe diasporën, çështjet e kulturës kombëtare dhe trashëgimisë kulturore, zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, politikat për ruajtjen e identitetit kulturor, gjuhësor të diasporës dhe të pjesëmarrjes së saj në proceset politike dhe sociale në vend. Komisioni për Europën dhe punët e jashtme, çështjet e
integrimit evropian, parafrim legislacionit me legislacionin e Bashkimit Evropian, mbikëqyrja e zbatimit të angazhimeve që rrjedhin nga marrëveshja e stabilizim asociimit, mbikëqyrja e asistencës financiare të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, monitorimi i negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian, politikat e jashtme, marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ndërkombëtar si dhe zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Komisioni për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale, monitorimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të strategjive, rezolutave, vendimeve dhe planet të veprimit të Kuventit, shqyrtimi dhe ndjekja e nismave të qytetarëve dhe peticioneve, realizimi dhe koordinimi, mbikëqyrja dhe kontrolli i zbatimit të ligjeve nga ekzekutivi, institucionet dhe agjencitë e pavarura prej tij, përmes koordinimit të procesit parlamentar për kontrollin post-legjislativ, koordinimi i dialogut dhe bashkëpunimit ndërinstitucional. Pika 2. Pas pikës 3 shtohet pika 4 me këtë përmbajtje. Pika 4. Kudo në rregulloren e Kuventit, emërtesat e komisioneve të përhershme të zëvendësohen sipas emërtesës së komisioneve të përhershme në nenin 19.1 e këtij vendimi. Neni 2. Në nenin 20.3 shfuqizohet. Neni 3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Vazhdojmë me votimin. Ky akt kërkon shumicë absolute votash. Procedura e votimit, 2 votime me elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi, 76 pro me elektronik, 79 me gjithë kartonat, pra 79 me elektronik dhe kartona, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Kalojmë në votim nen për nen me kartona sipas variantit të Këshillit për rregullore mandatet dhe imunitetin. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi, hapet votimin në tërësi me elektronik. Sa në gjithsej? Shtatë e 6 me elektronik, 3 me kartona, në total 79 pro, 0 kundër, 0 abstenim. Miratohet projekt vendimi në tërësi. Kalojmë te projekt vendimi 2, për zgjedhjen e zëvendës kryetarëve të Kuventit. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit, 1 votim me elektronik, votimi është i hapur. Hapet votim me elektronik. Mbyllet votimi, 75 me elektronik, 79 gjithsej, pro, 0 abstenim, 0 kundër, projekt vendimi miratohet. Projekt vendimi 3 për zgjedhjen e sekretariateve të Byrosë së Kuventit. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit, 1 votim me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi, 75 me elektronik, 79 gjithsej pro, abstenim 0, kundër 0. Projekt vendimi miratohet. Pika 4, projekt vendim për përbërjen e Byrosë së Kuventit. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit, 1 votim me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi, 77 me elektronik, 79 gjithsej, pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Ju faleminderit, shihemi përsëri sot në seancën e orës 17:00. Me 79 vota pro ka qenë Kuventi që ka miratuar ndryshimet në rregullore, çka do të thotë se tani më do të kemi 11 komisione parlamentare të përhershme dhe 2 të posaçme, konkretisht për reformën zgjedhore dhe atë territoriale, duke rikujtuar se tek komisionet e përhershme do të jetë Komisioni për Europën dhe punët e jashtme që tani më do të drejtohet nga mazhoranca. Dhe me këtë zhvillim të fundit ne vim në fund të Newsline për ditën e sotme, të tjera zhvillime të përditësuara minutë pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, e mund të ndiqni edhe në faqen tonë abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.